Mbrëmë miqtë të tring, java e 4 e fazës e ligës vijon të luhet dhe radhën tashmë e kanë përballjet e mbrëmjes, ku sfikat absolutisht ndeshja mes Manchester City dhe Borussia Dortmund. Në kërkim të 3 pikëve janë gjithashtu dhe pretendent me ferë si Barcelona dhe Inter që luajnë respektivisht në Karat Almaty dhe Club Brugge. Do të vazhdojmë diskutimin më tej, takohemi në këtë pjesë të dytë të emisionit me mua si gjithmonë Eva Muratin dhe me miqtë e mi Lirin Zalla, Ylle Shameti, Erion Xhafa dhe avokat Envi Hicka. Të dyja skuadrat në fakt e kanë mëse të qartë se për të qenë mes 18 mirëve në fundin e janarit duhet të bëjnë sfida me peshë si kjo e sotme. Teksa vinë më thënë vërtetë në formë të mjaft të mirë dhe me kuotë barabartë pikësh, si Manchester City, si Dortmund, do të adhurojnë më të mirët e tyre në kërkim të 3 pikëve që janë aq të rëndësishme. Në fakt, Shameti, janë 2 skuadra që pëlqejnë ta zotërojnë topin, edhe pse anglezët, më thënë të vërtetën, kanë diçka më shumë në lidhje me duke krahasuar sigurisht me cilësinë e gjermanëve. Patjetër mendoj që